Sot do kemi ditë shumë ndryshe, po do takoj kolegë edhe do gatojmë atë. Shef Fredi. Përshëndetje. Si je? Mirë, si ka shumë? Mirë, si dukesh ti? Ja, sa punë rrova shërbimit. Te puna je? Po, të puna. Më prit se erdha. Hajde, preqoja. Mirë. Hajde. Edhe më dhe shpis me më telefon. Si t'ka gjoku? Si që rruga? Mirë? Si dukesh Lola? E more pushim sot? Po, sot po. Do gatojmë pak më? Pa tjetër. Hajde bru. Hajde Mario. Mi se u gjeta. Mirë se erdhe. Kjo është trofullaj, dhe. Kjo është trofullinja. Këtu mbyllëm dhe se mëna me e ba ato. Goxha e këndshme. Kisha menu që isha pak më e modhe, por që e goxha e bukur. Kompliment. I jep ideja të zezës. Po. Ngjyra e zezës është shenja e pafundësisë. Po. Dhe prandaj duket masin e më madhe. Ose dukem ne më të bardhë. Jo, me të bardhe nuk është. Se jam ami i bardhë vetë. Po kjo është e dje. Por që unë e di që ti ke malë për Italinë, apo? Është shtëpia e dytë e imja. Unë kam Atje jam sjellë rrit. dhurat. Shqipëri kam lind, atje jam rrit. Unë kam sjellë dhurat, bash na e gatuar ti sot. Stroca preti. Çfarë thot? E parë unë kontakti i parë në Itali ka qenë me makarona. Edhe po ta them shkurt. Ditën e parë që kisha për fillu punë, thot zonja italiane, vojën po di pasta. Kur dëgjova emrin pasta, unë kujtohet si ishin në ëmbëlsira. Dhe tu ndikokën fort. Edhe më vinë sa pene me salë zumate, i kam hangër me zorë, po nga aty jam dëshuru. Të shëpiti, ti që do thot? Jo, ti italisht. Stroca do thot me të mytë në fyt. I prift. Po janë shumë të mira, është i pastë, kazareqe, është fantastik. Dhe mysin priftin sot do më thonë. Sot do gatuim ti, më ke thanë fjallën, më ke thanë hull kretë produkte dhe do të bëjnë një risotto. Po, sot kam praptu do të bëjnë një risotto me vërtet. U munova me të bëni antipastë që shkojnë në abinimin. Me risotto. Po, shpresojmë të na dalë mirë. Do na dalë mirë, s'ka. Po fillojmë punë. Ta fillojmë. Do pimi gotë vera apo jo? Do pim se jo. Okej. Hajde. Vaj. Sa bukur. To këtë po rruj pasaj. Po. Se do shijoj vetë. Okej. Po bëhem xheloz, ha? Po të ti nuk mund t'i shijosh gjitha. Ja, dhe në një. Shportin e kam ush plot. Super. Zgjidh çat ke dëshirë dhe unë po filloj e shërbej veten. Mirë do ishte. Mirë do ishte. Unë kam zgjedhur një shesh bardh. Super. Anti kantinës Bello, realisht është një personazh. Më pëlqen. Është rëndësh. Okej. Se ka botë pjekur fort. Po ta takosh Bellon, Nesin është fantastik, është njeri me thënë drejtën, ai ka saktë një gjatë, është muzikant, e prodhon verë, është i gjithanshëm. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe, dhe gëzuar. Si duket? Shumë mirë. Ka ëmbëlsi. Po. Një vetë sheshi i bardhë, ka aciditetin e ka në mënyrë spektakolare. Fillojmë, bro. zgjedhje produktet tuaja. Merr çat kesh në nërmen. Po si merr kret. Jo më. Të duhet? Jo, bëj çaka. Unë thash, kam bë plan, bëj vetëm një antipasto se ti përshtatëm risotto sale. Kjo është recetë mezetare në fakt, po. Ne kemi moderu i qik, më thonë drejtën. Po, sot e kemi risotto me kakalec. Ja ku ke. Ne kemi kakalecin tonë. Po, është botlav. Kjo është i lagunës e realisht. Po ti daj të tuaj të mos më prekur nga produktet e mia, shoku. Ja ku ke. Gorgonzolën, parmigianën, ufllat mile sepse do bëj një haviar me aceto balsamico dhe një haviar me ufull molle dhe me krem karqofi dhe pak rrepa. Nice. Goxha interesante. Po ti u munova tu përshtatësha. Qik gjelozën, se pasi qik më të vështirë se unë, por... Atëherë, fillojmë punës ne? Atëherë, qatë kesh nevojë me thuaj. Këtu i kemi atë syrtarin e mrekullive. Wow, këtë marrë. Ka të dushti, ke kyt, mos e prek se e kam time. Voilà.
Në pyta. Fillojmë? Atëherë sot kemi i risotto me karelë të kullë, Po. edhe krem gorgonzola. Shumë mirë. Atëherë procesi punës është do me kohë të kakalicit, do bëjmë supën për risotton. Do i skuqem me finon, qetë, pastaj do i shkruajmë me sheshën e bardhë. Pastaj do fillojmë procesin e risottos. Okej. Super fare. Kam sjell një orizë se kaneroli, është okay? Super. Ujni E përdori. super fare. Jemi ose po unë përdorëm gjatë në roli. Dhe ashtu gjatë vetë një. Gjykata është unë e marrë të votës se është në orizë se realisht është në orizë shumë më kujton nëse din time në Itali. Unë duke minuar të risotto që ma te qëmë në telefon, unë menova të bëj një antipas freskët, për mos të arë në shumë të shjerë. Të bëj një qafërteri crudo, cilin se ta shushroj me një havjar aceto balsamico dhe havjar të uthull shpëmorë. Super. Dhe pak me krem karqofi dhe me pak veta, pak vaj olive. Nuk e di si do jetë. Famësti. Vazhdoj? Vazhdo. Hajde. Atëherë marrim pozicion. Unë më të vështirë e kam me çfarë? Në botë? Mjarin. Havjar. Unë kam punën pak më të lehtë. E di, po di të i kanë të nxerë më thuj, a? Po. Ta marr borxh. Po, tash po më ngacmon fantazin, në moment kur jemi taku për herë të parë. Po duke shku në Kroaci. Po. Qa tashëm? Takimi i parë më ke thënë këtë llafe. E moment? Po, ke pas qenë të punu të Sasi? Sasi, po. Sasi. Good. Edhe më thëje se të njek herë pas here. Po, e kisha pa në fakt të opinion kam pas pash shpesh herë. Edhe, Qa ke nevojë më thuj? jo, e hullëm të kosh. Edhe, nuk e di, do thonë recetat e asaj kohë që bëhet ti, mu dukshin shumë interesante, no? Ma ngacmonin fantazi. Edhe qenë të Gjithmonë kam pas dëshirë me të njoft. Po, Kur më jofte thu, iku të më rrë. jo, nuk e them atë. Po prapë është ajo dëshira, domethënë është kur rrim, bisedojmë prapë ngacmoj fantazitë e njëri tjetër, kupton? S'kam qenë aq shumë i përgatitur në atë, kupton? Ke qenë akoma në beqar. Beqar isha. Jo, s'kam qenë beqar fakt. I lidhur ke qenë? Po. Kujdes unë mos i trego të gjitha. Jo, si të gjithë unë kaq. Jo më shumë. Ke. Se po i tregova të gjithë unë që ta shef? E si ka qenë historia jote e parë në kuzhinë? Që e kam nisë kuzhinën. Po, ose shefi jot i parë. Që, unë e kam nisë kuzhinën. Unë e kam nisë shumë i vogël në fakt, po gjithmonë ka qenë ajo pasioni në fillimet. Do thonë shumë i vogël shikoj emisione. Gatimi. Të Sasi ke qenë nimës kuzhinjare? Jo, kam qenë kuzhinjar. Ke qenë në gjahë? Kam qenë kuzhinjar. Do thonë, mas shefit, kur iku, isha unë. Por që kështu ka fillu historia ime. Domethënë, kam pas goxha më intrigove. Shikoja, edhe gjithmonë. Unë Suedi kur ke shkuar? Unë kam hip në 2016. Përpara ke shkuar në Suedi, pastaj ke Suedi, shkuar? pastaj kam kaluar në Danimark. Sa vite qëndrove? Kam jetu 7 vjet. 7 vite. A ka pas indikim apo s'ka pas indikim në? Pas goxha ndikim. Në formimin tim po. Goxha. Se nga Shqipëria nuk... Okej, kisha marrë formimin bazën në Shqipërisë, pastaj atje forcova më shumë. Kuptohet. Ja, është një performancë ndryshe. Atje është... Atje përforcova më shumë, domethënë teknikat e reja, gatimet ndryshme. Nuk, domethënë, goxha ndryshimi i madh për mua. Por që kombinimet e recetave shqiptare me ato vendeve nordike është goxha kombinim super. Domethënë ka shumë sukses. Atëherë. Okej.
Po i hell këtu se kam më kollaj. Super. Okej. Skuqim këtu. Pastaj bëm gati dhe risotton. Okej, unë po filloj me havjarin e ufës parë, me mollë. Liroj me pak vend po desh, Sot të na mori pak kohë. Ko kemi sa dush, Po. Sot kemi marrë leje, no? Kemi marrë leje për sot. Ku ke marrë leje? Polici. Okej. Cili ka qenë shefi jot i parë? Që kisha nga Profesori jo. shqiptarët apo Jo, i pari. Nuk ka- profesori? Po. Ka I qenë- pari që Një gjërë gastrit. pas kam mësu dhe me nejt. Pas kam mësu me nejt kurnat. Atëherë nuk e mora, domethënë. I mora vetëm anën pozitive. Atë negative një. Kështu që profesori im i parë që ka qenë një gjërë gastrit. Bolle kam ftop vajnë, por Mirë është. Okej, unë kam vënë skuq kokat e kërkalecit me finokun dhe qefën. Ta ca kohë bëj dhe risotton. Jedhin pak ujë. Po ne kemi pas edhe një degustim bashkë. ku degustimi se Te Amara, po. te? Amara. Po, kemi bajdar me katër duar. Po. Goxha interesante, ha? E dalë Pritën bukur shumë- jo? Po, doli shumë mirë dhe e pritën goxha mirë njerëzit. Po. Super. Po historia jote shef Fredi, si ka qenë në Itali? Hyrja në kuzhinë ka qenë kot rasti. Se ma ke thonë, po kam qenë gasmen prapë. Hyrja ime në kuzhinë ka qenë kot rasti, realisht. Nuk ka pas të rejsh për përpare si profesion, apo Jo, nuk kam pas asnjë lloj interesi? jo. Ke parasysh që gjithë ato emigrantët ikën, nuk kam ikë me gumonën nga Vlora. Dhe pri aty na eri dita për të filluar punë, fill ditën e nesme, Sa vjeç ke qenë? 15 vjeç. Goxha e ri. Po. Si duken ta? Super. Goxha e bukur. Në perlat e ufëllës të mollës. Të largojmë nga zjarri sepse Duket si kaviar kërmilli. po Në goxha të shtajnë, no? shumë. Ne i bëjmë këtu dhe rapsodia. Me çmim vogël kret. Atëherë. Të ndrojmë dhe tigani, ato ta bëjmë një. Okej. Po deshe kështu tasat vegjël, kam këtu, Të kaloj pas në. ke edhe ty poshër ti nga ti. E katë për zonë. Pak krip. Realisht unë, shefi pari imi e kishte emrin Giovanni. Isha në të fillimet e para. Po flasin 95. Dhe Ka qenë vështirë italian në ato? ishte racizmi maksimalisht. Ishte, ha? Shumë. Dhe unë filloj punë hi lava pjatë.
me kuptu asisen. Edhe fillova në qeshor punë, në 15 qeshor të 95. Në shtator ik Nims kuzhinieri si filloi të shkollën. Dhe aty pasaj fillova të bëj 2 punë, lasha pjata shkosha një moshë. Ato bëshin si me më shfrytzu, por ato më boni shumë mirë mu. Dhe Giovanni, realisht I duam shumë, ishte shumë njeri I mirë. Ishte vllai I pronarit, Mezzosoldo kishte emri. Aty kam punuar me kur kishin edhe yllin Michelin Star. Ka qenë goxha eksperiencë e bukur. Giovanni ka qenë një person pastaj që u kthy të bëj Nims si mua realisht. Nuk e di atë karasit, po ka qenë një eksperiencë. U kthy për një arsye të vetëm, sepse ai që largu nga puna më thirrën për t'ju dhënë një dorë, dhe unë bona gjithë menun time. Dhe unë do t'u largosha, dhe ai do të vjetë pastaj të mësonte çka kisha futi nga ato menut e reja, se të ka qenë emocione të mëdha. Realisht, nuk e harroj. Kjo është arritje. Po. Kjo uflla kështu. Po të kesh në gjendje e gripit, kalon. Po. Ose unë që jam I bëkum nga gripit, do të thonë, është dorë me një, është ilaç, ha? Po. Po çfarë të bën që të kthehesh në Shqipëri? Ka qenë një rasti. Realisht ka qenë një rasti. Nuk e kisha menuar herë. Po. Kisha hapur një agriturizëm timin në Limone del Garda. Sopra a Limone, si kishte emrin fshatin Tremozin, në një fshat I humor. Kur e kam taku në dimër, shumë I famshëm për vipa gjerman, që gjithë kishin vilat e tyre. Dhe hapa një agriturizëm timi dhe isha shumë mirë. Po në Shqipëri kisha ble tokën ku kam aktualisht Rapsodin dhe vendosa për të ndërtuar një restoran. Ideja e fillimit ishte që unë ta ndërtoj dhe ta nxojmë me qira. Okej. Kur u ndërtu, ikën shumë lek. Edhe thash, le se po kthehem, unë dhe isha sapo më martu, nusës I pëlqente më shumë marrë në Shqipëri. Edhe hajde thash se po kthehem. Por kështu e doli. Sa vështirë ka qenë të dukesh me njerëzit me. Unë që keti. Sa vështirë ka qenë. E maj mend ato vite. Atëherë, 6 muaj Jorshin e parë, kam punuar pa menu fare. Okej. Dhe bëshe ka I gjohë 3 çdo ditë dhe e ofrosha. Në mënyrë dosha me kalit njerëzit me shijen e re. Ti ke bërë goxha si kur je këty? Po. Unë maj mend me mjekrën. Mamën që ke pas mjekrën? Po, kam pas I bisht. Bravo. Kam qenë goxha I vëmend që më? Shumë. Për pjesën e menus, Dhe pastaj mas 6 muajve, ma shumë sekret, më tregon? jo, pa problem. Mas 6 muajve vendosa për të bë menun. Dhe kur e hapa menun, Okej, kisha marrë kur e kësaj. Super. Po. Goxha. Bëra menun, po prap u desh me punu me atë pjesë. Për shembull, kam pas bërë një rast, një akullore me karkales dhe çokoladë. Dhe I thosha njerëzve, po e gjetet kam fal drekën. Akullore me çokoladë. Po, me karkalet dhe me çokoladë. Sepse këtu ishte akoma ai mentalitet që kjo me kjo nuk hahet, peshku nuk hahet me bëlqir. Ishte shumë një mentalitet I mbyllur. Apo peshku nuk hahet me bulmen. Po, se helmoresh. A thotë të deri në kohë. Gjithë të gjana. Neve me hëngër. Po. Edhe fillum duke bërë gjana pak kështu. Crazy. Dhe ishte ideja për të krijuar qarkullimin e njerëzve, pra dhe biseda, debate në tavolinë.
Ja, Oh, në perfekt. do li bukur. Goxha bukur. Super. Edhe ky ta largoj se mos na shkrihet. Sa unë e bone kremën me kokët e karkalicë. Që Bjen aromën e finokut, Po, e kretë është shumë mirë. qepës, A do me ti mund të pasën pak venin? ja se pastron. Mos mu lodh sa. Ha? Mos mu lodh sa. Ja, me gjo. Ka di si më duket mu kjo? Ha. Më kujtojt fix në ato kohët atëherë, kur isha beqar, se dilshin për diskotekë gjithë natën, dhe ka ora 4-5 mëngjesit, thoshte, ku shkojmë hajmë në një pjatë makarona, bëjmë diçka për të gatu, e shkojnë te shtëpia e shokut edhe gatushe deri ora 6. Do kullosh? Do kulloj buljonin të Buljon. risotto. Tash do në. Super film. Do edhe sipër. Okej. Ta heqi kë. Po. Faleminderit. Mos thush pastaj se e ke bo vetëm. Jo, jo. Ashtu. Ti mi të qartë. Sa them fare. Pardon një më, se pas ka vjarë që si ka dalë. Pra, e lave borxhet ti. Apo. Por, borxhi duhet lasë. Kthimi jot urtim në Shqipëri si ishte? Kthimi im ka qenë goxha interesant, me thënë drejtën, që unë kam jetuar shumë vite atje. Po, më 7 vite është goxha është- një kohë e Vendet nordike janë pak vështira, me thënë drejtën. Fillimi është goxha. Danimarka më qenë me thënë drejtën. Ti e pe. Që janë është goxha mirë për jetesën, për çdo gjë, për problemi është se mungon familja. Është normal. Edhe gjëja më kryesore ishte kjo, goxha vite larg. Dhe thash pse jo, provoj eksperiencë në Shqipëri. Po. Ata që kanë mësuar atje, Po. ti shpalos këtu. Po. Po që ka pas rezultat. E ke dorën e mirë. A thu? Oha. Unë pak dhe kam pa provë dorëntate e mirë. Se s'ka gja kompliment, në? Jo, pse? Faleminderit. Që në punë me torë. Mario, Po, ti më the si ka një ndryshim të madh. Danimarka. Mush me më thanë, po, mes Danimarkës edhe Shqipërisë. Shqipërisë. Ndryshimi vetëm mes Danimarkës dhe Shqipërisë janë se Danimarka nuk ka kuzhinë, kuzhinë si ne, thjesht e ka të vjedhur. Ka atë bazikën vetëm, që i ka tradicionale, siç kemi ne tasibabin apo ato kanë disa produkte. Kanë patatën, Po, kryesore, është e tyre, po. kanë një pancet bifi, flesk style, kanë salçiçet me gjak deri, Ah, po. por që vitet e fundit është ngritur shumë gastronomi. Po, ja ngre. Janë ngre goxha. Pranojmë se pranojmë, ishte ai i madhi edhe ideatori i tyre. Po thu për në Recep. Normalisht. Po mos janë kishte ngritur qenë ai- vitet e fundit, ka goxha Se restorante mos me kishte Michelin. qenë ai, nuk kishin pas një kuzhinë. Ka goxha restorante me Michelin, por që po shkojnë, po kanë influencë nga Tani unë këtu po përgatis pak kremin e karçofit. Mario apo. Opala. Iku dhe kjo. do dalim të dy në tjetër kohë. Mos ndoshta të lërën vendin ku ta kesh më vllajin. Po më ha territor. Po, tash ka marr mik. Atëhere. Unë po filloj e hapi qafre. Këto karkaletet të duan mo? Jo. Kaç pak kemë ashtu? Jo, në mos harro se e ke i kamerman mrapa. E roho. Ai është i pari që kur më roh kamrat, thot prit ta bëj provë, t'ju jap opinionin. Do të thonë, pasëm i degustus mirë. Qa thuti?
Kjo është kryesorja. Që po flisni për Danimarkën, po dhe vitet e fundit janë ngret goxha ato. Shumë. Do thonë ka fituar atë Bocuse d'Or, që është në Francë, konkursin më i rëndësishëm për shefat. Shumë vite. Besoj, por e gjepi futje në atë botën e artit gastronomisë. Po që ato kanë miksime të ndryshme, domethënë influencë nga French, aziatiken, domethënë kanë kuzhinë molekulare, fermentimin. Po që unë kam bë, domethënë sekret. Kurs te një nga nxënësit e René Redzepi, është nxënës e René Redzepi që sot ka 2 Michelin star, është në Copenhagen, alkimisti, që ose e keni gju. Po. Është një nga restorantë po bëhet ka dalë i dyti më i miri në botë. Wow. Mu më ka çu restorante im 2 muaj aty. Po thjesht duke pasë çau bëhet aty. Të duket vetja Zero? zero. Jo. Sepse aty ka një kuzhinë molekulare. Është menuja me 50 course. 50? 50 course. Çto bën me 50 euro? Ti ulesh 5 orë në restorant, Po. dhe shijo ato 50 course ndryshme. Do thonë, është goxha e kalkuluar mirë. A mund të largojnë e gjo? Si menu, Si filloj të mundtoj edhe të të mjetu. 50 kors. 50 course. Por shumë mund. Shumë, por nuk i ndjen fare. Unë tu e kam me 13. Imagjinoj ti tham klientit tim ta deklaroj, hajde rritë unë 5 orë. Nuk e shkel kush kamet. Është Ka dhe ato që janë të ti, saj, po 5 orë janë goxha shumë. Mirë, se këto vendet janë, tani, ato i kanë llogaritme, janë eksperiencë. experience, po. Pra, është... Unë fakt e kam fiksim dhe punoj dhe them shpresoj të na vijë ditë që kujta në Michelin Star të vijë edhe Në Shqipëri. Po në Shqipëri. Besoj puna më madhe, unë e kam ëndër, kam punuar në një restorant me Michelin Star, besoj si ti dhe ti shumë kolegë, por atë që jam i binun është që po e riguida në Michelin Star në Shqipëri, do t'i jap një start ndryshe gjithë restoranteve dhe gjithë kuzhinierëve. Se po. Futet ajo mloj pastaj kompeticioni, kush është më i miri, kush doli, dhe këto janë gjëra shumë të bukura. Realisht, sepse unë nuk kam asgjë me kuzhinën tradicionale dhe jam proni kuzhinës tradicionale, e du kuzhinën tradicionale, por ajo që shikoj ndonjëherë është reklamimi i kuzhinës tradicionale sot për sot është një mungesë force për të bën diçka ndryshe. Pra, ngelim te jo, ti ke mundësi një kuzhinë tradicionale ta proponosh në mënyrë më moderne, më fine, më ashtu, nuk ke pse ta prezantosh gjithmonë në mënyrë po jo të bukur. Po. Baza e çdo shefi kuzhina ose çdo kuzhinier është vjen nga tradicionalja. Po, te baza jona ajo është. Ajo është aty baza. lidhet. Kështu që çdo gjë vjen nga ajo. Pastaj si e formon ti, si është në mendjen është tjetër gjë pastaj. Po. Të pjatë përdorën? Ka dush, po, që ta morë këtë me lule, ta mora unë, apo do është aty tjetër? Është shumë e bukur. Është e bukur. Po. Kemi gati. Edhe si thash, do isha njeriu më lumtur në botë të vite e bujta. Unë jam i bindur që nuk jam në atë nivelin e duhur për të marrë ju, por jam i bindur që secili prej nesh do të performojë në një mënyrë tjetër. Pastaj futet ajo, rivalet. Rivalja pra është Çdo kush qita të më të mirën e vet. se mos thonë se do vetëm ky. Nuk e zan venin. E di. Ik prej aty. Ja, ika, se jam gati. Jo do pres rrepat. Unë po bëj gati pjatën time, po jam gati risotto. Je gjati? A di si thojmë ne nga Mirdita? Ha? U bane gjati. Gjati jam. Gjati je? Po. Okej, edhe unë. Kjo. Okej. Se unë jam mik mlaç, kështu që ja kam marr pak dorë. Tërheq veriu, Okej, vajnë e ullirit. Mora picetën. Okej. Te kemi marinuar, kemi kaluar përpara në aboditor.
Vjedhe që nga këto unë? Vjedhe, se s'po të thëmë gjë. Okej. Më rri pizë tjetër. Takserat e ke? Të shi unë dimora gjitha. Po s'ke qaj bo mikut, na i herë. Jo, s'mon është do. Ne folem për... Se ne, si i themi në Tiranë, se me mikut hapi derën, s'ke qaj bo. Do na dalin një 2 pjata të bukura, realisht. Gatojmë ne dy, mos dalin bukra? Shikon si. Okej. Ti përnon për rapa, atë me qedo për para. Shko qa kënaqësi për mu që jam i ftuar këtu sot. Jo, është kënaqësi realisht të gatuosh me një koleg, është fantastike. Ne kemi bërë darkën se me 4 duar bashkë, dhe kjo është një shka shumë e mirë. Nuk e shikojmë, se ne kuzhinierë nuk jemi aq shumë si janë këto profesionet tjera që kanë inat me njëri tjetrin. Jo, ne jemi goxha. Po duhet me të bashkëpunojmë, pavarësisht shumë kolegë tonë nuk është na duan shumë. Po që Jo, nuk... se bësh aka se Mase- bësh diçka ne jemi njerëz profesion. Që më thonë, Se kuzhina... shkëmbejmë ide, Po. Në fakt, edhe aty që po është goxha bëjmë ne... pozitive. Aty që po bëjmë ne, po i largojmë, mos dojmë vendin. Aty që po bëjmë ne, realisht nuk është asgjë tjetër se një shkëmbim që eksperiencë. Pra, në të voglën tonë, po bëjmë ato shkëmbimin që eksperiencë, pastrojmë vendin, dhe mos kujtoj se ke marru, Di. sepse ke edhe tepsinë e pyetjeve. Nuk i ke njek? E Kam djeg, pavarësisht po thash se do harrosh. Jo, e pavarësisht se të parë se kisha marrë atë tepsinë, të duke i pa, po më thanë që kisha ha vetëm një. Vetëm një hapo. Hapa vetëm një se ishe shumë kurios. Tash mos ka rënë i pyetjes me spec. S'di si ti përgjigjem pastaj. Dështë me marrë masa. Ja. Super fare. Voila! Kjo është gota jote. Po se ndron venet. Duke që ke pi më shumë se unë. Po pra, po pasam Gëzuar janë. Gëzuar. Atëherë ne po bëjmë kështu. Po e bëjmë provë përpara. Pastaj kalojmë te tepsia. Okej. Pak ta mbushim barkun. Bër, do më pirone do në luk. S'ka që marrë katornash e lu. Fillojmë te antipasta përpara apo ku? Pa. Tu shko? E vazhdojmë shaj mu të parin, hajde. Ja. Po din se ka dele mirë. Po ka dalë mirë. Shumë. Goxha. Se Fantastike. ke ufullën, Po, ge uvnën e mollës, Edhe- edhe që do në balsami, po. jeva dhe i thirë në... Po, atë më bëlqy. Ka më lësh vetë kjo carpaccio. E interesante, goxha. Perë. Vazhdojmë. Mi se erdhe. Merë dhe ti, mas më le, më thojnë qime. Ua. E Po ti se me e provo- punë si visë dhe ti e mirë. Ha? Më Jo. të mirë. Po. Fantastike. Si kremi gurgërdore ka një shije shumë delikate, dhe kakaletin bashkë është shumë mirë. Bashkohet goxha mirë. Po ta shohësh e ndjen atë aromën edhe kokës ka E kalet. më mbëlqen. Edhe finogut. Edhe gorgonzolës, nuk është aq shumë e fortë. Ja, është shumë e mirë. Në mu mbëlqen orizi dhe kokat malë, se që ndorë në bukën pjatë. Po ka dhe sy. Pa, Plus që shkëlqen më shumë. shumë dora. Edhe një sherdhe. Gëzuar, me sikur gjeta. Prit, ku mi kanë lanë, si im shefa. Im shefa. Që nuk pa puna. Bërë. Ha.
Tani, e di se ke hap në një. I kam përzi. Ndoshta nuk qëlloj që kam hapu. Në vend me zgjidh 3 pyetje, do marrësh 4. 4 pyetje. Dakor, ja. Vazhdo me të parën. Ta zjat? E zgjidhe. Shala është lehtë. Nëse do zgjidhe një treg perfekte në një restoran me yll Michelin apo një treg tradicional në shtëpi të thjeshtë në Shqipëri, cili do zgjidhe dhe pse? Të vërtetën? Shqipëri tradicionale. Tas kebab dhe pilaf. Tas kebab e pilaf. Me shingjë. Është fantastike. Nuk ka më të mirë. Do mode, qëtë njom. Njom. E që greki. Ma e men, se e kam kështu me provë këse radhe. Po, e kam të registrume. Dytën, i dhe poshtë. Se të Michelini hajt, e kemi pas atë eksperiencë me e papo. Nuk ka një që bë akoma, mungojnë kuzhinjerët e vjetër, aromat, shia atyre. Më kanë thënë se bëjnë një paq me kokë viçit në Pogredet. Kam të 2 vite dhe se më të matë me shku, se më kanë thënë është më mirë në Shqipëri. Ka qenë një kuzhinjer shumë i mirë i me menshirë, thot mirë gjeli, që se moment. Edhe Gjaja ti ka qenë kuzhinjer veri, nësa ma i menë, a i ka pas qa tradicionale. Unë kam punu më atë. Vërtet? Po, i ka morë bazën e tradicionales. Edhe në herë kur merë më ove, bëj vetë, në musakapo, tasje babo, s'ka, nuk ka nga ta aroma. Do të arruj se të naftosh një rutina. Pse jo? Tradicional. Po, thjesht. Cili ka qenë dështimi yt më i madh në kuzhinë, ai moment kur ke thënë, e që jam duke bërë këtu. Ha. Dështim jo, por që jam mërzit kur kam shku për herë parë në Suedi. Pse? Po se ai ishte shqiptar, shqiptar, nuk është, për kuzhinën që kishte ai nuk ishte... Pronari ishte shqiptar. Dhuje troq. Nuk ishte e përshtatshme për mua. Ishte goxha e thjesht. Dhe ishte... Nuk e di, thash me vetën çam të bëj këtu. Edhe fillova të kërkoj punë për restoran suedez. Vërtet? Po. Edhe një muaj kam net për herë të parë në Suedi të restoranit shqiptar. Nuk është se kisha gjë me pronarin. Pronari ishte prapë Gjorgastri. Qysh të kenë marrë nusën nga Laçi? Gëzuar. Imagjinoj të kishe marrë dhe nusën. Gjorgastri. Më dilë gjithë Gjorgastri pastaj. Të dy e interesat. Pa ta mush gotën edhe pak. Po mushën? Ke parë ndonjë klient që ka bërë një krim gastronomik me ushqimin tënd, si të hedh ketchup mbi biftek të shtrenjtë, si ke reaguar? Me thënë drejtën s'kam parë, po që kam parë në... Jo, me bifteku, po kam parë në Danimark, presin makaronat me thikë. Edhe, dhe me thënë, picën me ketchup, shumë majonezë. Unë kam pas to, jo me keqe me majonezë, për shumë kur ti der një risotto, amalgamume dhe qumë shia ashtu si unë mendoj që ishte më rregull, edhe i më ka kërku djathë. Edhe i kam qurë kamarja, i kam thënë se e ka djathë e ka rregullu shefi, po të ishte ta sjellë, po për shefin nuk është mirë. Kjo ishte, më thonë, dhe priqin këtë kam bë. Me thikë. Sa më kanë thënë jo më rregull, sa më kanë thënë jo ma sjellë. A ishte krem, ta presësh makaronë me thikë. Ja, është krem. Është krem. Po për... Njerë ke për gjobë se ke hap pak shumë. Po, shala është gjobën me të lece. Ka festivon gjobët e rënda në që. E kam një shok që braza qenë shumë bujarë sot duke se. Kështu i ka, këtë pyti i ka shumë e spet. Nëse do të afronin shumë para për të punuar jashtë, por duhet të largohesh përsëri nga familje, do e boje? Ja. S'ka si familja. E si dhe mos ti tani se kjela i qumë mërkullu shumë. Tash, s'ka shumë. Mario 2. Po, fix. Marrë, të ishte kënaqësi. Gjithashtu Fredi. Por nuk kam marru. E kam këtë dhurat e vogël, po e ke parasysh. E kam si tipin e arkës si im shef. Dhe duhet kërkoj deri në fund
se për të marrë një dhuratë. Zepter, Albania, ka lënë gjithmonë një dhuratë për gjithë ftuarit, e sidomos në pjesën e kuzhinës. Dhe këtu keni qyruse. Super. Kjo na duhet. Puni i kuzhinës e pa i qyruse nuk ka. Kjo duhet. Bile son nuk e kam desikat, kështu që faleminderit. Faleminderit që erdhe. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Tani ti përfundojmë ne apo ty na më gjon kameramanëve? Ja, vëm të. Ja, vë kishin dalë mirë. Shumë çishte. Fantastike. Miqtë të nderuar, ky ishte episodi i radhës. Takojmë në puntatën tjetër.